Zoti Cakarni, nëse Velia e arrin këtë fitore të parë në gjykatën kushtetuese, a mendoni se ai do të ketë më shumë guxim dhe kuraj për të denoncuar aferat korruptive të kryeministrit Edi Rama, apo mendoni se nuk mund të bëj të penduarin e drejtësisë përballë SPAK-ut sa i përket vetë figurës së Edi Ramës? Shiko, tani do të flasim edhe një çik korrekt kur flasim për bashkëpunëtor drejtësie apo denoncime lidhur me afera korruptive kështu me radhë. Zoti Velia politikisht, aktualisht, politikisht është një i vdekur politikisht, sepse është jo thjesht një individ pa mbështetje nga partia e tij, por është individ i cili është edhe me një masë shtrënguese si është ajo arrestit në burg. Dhe në kushtet e arrestit në burg, nuk mundet të bësh dot politik, të flasësh dot për publikun, nuk mund të komunikosh dot dhe ti të thuash mendimin tënd, sepse je i izoluar. Dhe praktikisht zoti Velia është një i vdekur politikisht. Për sa i përket denoncimeve që ai mund të bëjë ndaj zotit Rama, do të kuptojmë diçka. Në kodin e procedurës penale, e cila garanton personat të cilët akuzohen për disa vepra penale dhe kur para dënimi i tyre parashikohet mbi 7 vite burg, mund të bëhen bashkëpunëtor drejtësie. Pra, i pranohet statusi bashkëpunëtori drejtësisë. Por, do të kuptojmë që a ka interes prokuroria e posaçme që të dëgjoj rrëfimet e zotit Velia. Sepse zoti Velia është një individ i cili nuk është se sot ai pranon fajin. Dhe bashkëpunëtorët të drejtësisë bëhen ata të cilët u faktohen vepra penale, vrasje, bashkëpunim në krim të organizuar, bashkëpunim në afera të rënda korruptive që kanë sjellë dëme të mëdha shoqërisë, shtetit, komunitetit kështu me radhë. Zoti Velia nuk është se ka pranuar fajet dhe tani ai për të ulur ose për të shpëtuar një dënimi të lartë, ai do filloj të tregoj që shiko se unë këtë inseneratorin e kam bërë sepse më urdhëroi kryeministri. Unë këtë lejë sepse më urdhëroi kryeministri. Unë këtë veprim e kam bërë sepse më urdhëroi kryeministri. Pra, që të bëhet një bashkëpunëtor i tillë, duhet të marrë statusin e bashkëpunëtorit, por që të pranoj fillimisht gabimet e veta, pra të pranoj fajet e veta, që ai është fajtor për 1, 2, 3, 5 sa vepra penale ai akuzohet. Kështu që unë nuk e mendoj që zoti Velia proceduralisht flas mundet të pranoj akuzat që ka thënë prokuroria e posaçme dhe të thotë ok, dale stop këtu, unë do bëj një bashkëpunim me ju do më uli dënimin dhe unë do flas për kryeministrin apo për ministrat apo çfarë di unë rreth korrupsionit qeveritar. Kështu që më duket një diçka e pamundur, në ana procedurale, po e pamundur nga zoti se ai nuk është se ka shfaqur shenja pendese e kështu me radhë që prokurorët i afrojnë statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë. Zoti Cakarni, të kalojmë pak te Belinda Balluku, zëvendës kryeministre, e cila është thirrur nga SPAK-u që javën e kaluar, duhet thënë dhe duhet të paraqitej këtë të hënë pra në fillim të kësaj jave, por deri më sot, paktën deri në këto momente, ende nuk është paraqitur në SPAK ku akuzohet për shkeljet barazisë në tendera, teksa ka pasur dhe një fletëthirrje të dytë. Ju si e shikoni fatin e Belinda Ballukut dhe çfarë po ndodh me të? A është duke e lëshuar atë Edi Rama? Shiko, zonja Balluku është thirrur sot, pra është rikomunikuar ftesa për të paraqitur me një avokat pranë prokurorisë posaçme, pasi sipas saj ajo është regjistruar si person në hetim dhe do njihet me këtë moment procedural, sepse do të dini që kur personi regjistrohet si person në hetim në regjistrin e veprave penale, që aty fillojnë afatet procedurale, ka densën edhe ato sipas dispozitave të kodit procedurës. Dhe kështu që zonja Balluku është në këtë moment procedural. Unë nuk sot ajo është thirrur rreth orës 3, nësa kam unë informacionet e mia, tesa i ka shkuar për në orën 3 sot,
Unë kam informacione që ajo nuk do shkoj sot aty, edhe pse prokuroria e posaçme i ka, në njoftimin e saj, i ka shënuar se nëse nuk do paraqitesh, ne do zbatojmë dispozitat e kodit procedurës dhe shoqërimi me forcë, por kjo gjë mund të funksionojë për mua, për ju dhe për çdo qytetar, por për një ministër, një deputet, pa marrë lejen e kuvendit, ti nuk e shoqëron dot me forcën e ambientet për ta pyetur në prokurori. Kështu që edhe ky kërcënim në thonjza nga ana e organit procedurës nuk qëndron. Kështu që zonja Balluku nuk do paraqitet as sot dhe kështu që ajo po merr kohën e saj për të shkuar në prokurori. Unë kam informacione që ajo po kërkon që ta tërheqi, pra po bën tentativa të saj që prokuroria ta tërheqi përsëri pas këtë moment, pra mos ta fshin regjistrimin në regjistrat e veprës penale për zonjën Balluku dhe ajo mos të merret në përgjegjësi penale. Pra po punohet në këtë drejtim që ajo ta evitoj shkuarjen atje dhe të dalë gjithë kjo histori, një fluks sapuni, të thonë po ishin fjalë, i hapën gazetarët, i hapi opozita, i hapën njerëzit, portalet, ju e unë radhë. Kështu që po tentohet në të gjitha rrugët që ajo mos të shkojë në SPAK. Pra qeveria është duke ushtruar presion mbi SPAK-un në mënyrë që do të tërheqë fletëthirrjen për Belinda Ballukun. Jo, nuk thash qeveria, thash njerëz të cilët të fuqishëm në këtë vend, në kuptimin kur thash të fuqishëm, jo të fuqishëm me muskuj, po njerëz që kanë, si thon, pesh politike mbi organin e procedurës, mbi prokurorinë e posaçme dhe të cilët po punojnë fort që ta tërheqim në çdo lloj mundësie që zonja Balluku mos të paraqitet në SPAK dhe kjo të mbetet thjesht një thashë them urban i kafeneve të Tiranës që gjëja ajo ishte thirrur, por në fakt në SPAK-u nuk e ka thirrur. Kështu që po punohet në këtë kuptim, në këtë drejtim dhe zonja Balluku sot në orën 3 që ka për të shkuar atje nuk do shkojë dhe kjo do vazhdojë telenovel pastaj më pas derisa të dali javën tjetër, besoj zoti Rama do hedhë diçka tjetër për të harruar zonjën Balluku. Pra do hapi një front tjetër për ju gazetarët, për mediat, dhe do merret me diçka tjetër dhe do harrohet kjo e zonjës Balluku. A është duke negociuar në këtë kohë, pra zëvendës kryeministri Edi Ramën, pra për të shkuar pikërisht te kjo pikë që ju thoni përveç presioneve që mund të ushtrohen nga SPAK-u dhe nga ana tjetër, a është Belinda Balluku prova e zjarrit për vetë prokurorinë e posaçme? Shiko, do të kuptoj diçka. Belinda Balluku, me sa kam unë informacione, është një person i pa dëshiruar për në Shtetet e Bashkuara. Nuk është e konfirmuar zyrtarisht nga pikpamja siç u bë publike për zotin Berisha, por është një individ i cili janë mbyllur të gjitha dyert të Shtetet e Bashkuara, mos gaboj dhe në Mbretërinë e Bashkuar. Edhe kështu që ka probleme sepse është një individ i cili është përfolur dhe flitet në media dhe kudo për një individ i cili ka firmosur afera korruptive ku ka rënduar mbi buxhetin e shtetit. Dhe kjo është një nga arsyet që zonja Balluku është një person i cili është i padëshiruar. Zoti Rama është në një moment, mund të themi edhe ai në një moment të keq historik, sepse nëse do të bëjmë një analizë të gjithë këtyre 9 muajve të ndryshimit të administratës së Shtetit të Bashkuara, prej muajit janar, kur në Shtëpinë e Bardhë ka hyrë zoti Trump, Shqipëria nuk ka më asnjë marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Janë marrëdhënie krejt të ngrira. Edhe po të shikoni edhe ambasadori nuk po sjellin ambasador në Shqipëri. Kështu që do ta lexoni këtë gjë, pra gjithë këto marrëdhënie kaq të ftohta ndërmjet Shtetit të Bashkuara dhe qeverisë shqiptare, jo popullit shqiptar, qeverisë shqiptare, do ta shikoni si një këmbën alarmi, sepse nuk ka ndodhur të paktën këto 34-5 vite, edhe në 97 po deshëtyu që ishte Shqipëria në gjendje kaosi, vinin dhe iknin, pra kishin marrëdhënie shumë herë më të ngushta ose diplomatike, por edhe
institucionale të tjera me Shtetet e Bashkuara. Ndërkohë që aktualisht kemi 9 apo 10 muaj që marrëdhëniet tona me Shtetet e Bashkuara janë të ngrira. Kjo duhet të shqetësojë të gjithë ata të cilët e shikojnë, e ndjejnë, por nuk e bëjnë këtë analizë politike sepse shumica e analizave jo janë të kapur, dikush ka interesa, dikush media nuk i pëlqen e me radhë. Zoti Cakarni, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit juve, mirupafshim. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.